Qendra shëndetësore verore ka nisur funksionimin e tyre prej 1 qershorit, ndërsa numri i vizitave ditore arrin në rreth 12 të tilla. Në qendrën shëndetësore verore të plazhit të vjetër në Vlorë, gjatë kësaj periudhe shërbimi është kërkuar si nga pushues vendas ashtu edhe nga turistë huaj. Mjekja Leonarda Colombo ka konfirmuar se rastet e regjistruara lidhen kryesisht me pickimet e ndryshme, por dhe me problematikat e shkaktuara nga temperaturat e larta. Më të prekurit mbeten kryesisht të moshuarit dhe fëmijët deri në 12 vjeç. Mjekët këshillojnë qytetarët e pushuesit të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve të pikut, veçanërisht në orët e mesditës. Qendra është hapur që në datën 1 qershor, kryesisht rastet kanë qenë si me turistë të huaj ashtu edhe me shqiptar. Në një ditë kryesisht mund të mblidhen deri në 12 raste, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me lëmatje tensioni dhe dhimbje koke, si pasojë edhe të situatës së të nxehtit. Kemi goditje nga të nxehti si pasojë e turistëve që qëndrojnë për orë të gjata në diell dhe kryesisht edhe reaksione alergjike ose pickime nga insekte të ndryshme apo edhe nga peshqit na ka ndodhur që mund të ketë pasur. Stafi i qendrës shëndetësore është 6, ndahen në 3 doktor dhe 3 infermier. Në qendra funksionon 24 orë dhe në 24 orë shoqërohet me 1 doktor dhe me 1 infermier i cili kryen të gjitha nevojat e dhura mjekësore. Kryesisht për momenti kemi të bëjmë kryesisht me shqiptar, edhe pse në qoftë se do të bëjmë një llogaritje të sa të vogël, nga 12 raste në total gjatë 24 orëve, kryesisht mund të kemi 8 pacientë të cilët janë shqiptar dhe pjesa tjetër të huaj. Kryesisht nga temperaturat e larta kuptohet që pacientët më të prekur do të jenë mosha e 3 dhe fëmijët e vegjël deri në moshën 12 vjeçare. Kryesisht këshillat kryesore që jepen në këto situata dhe gjatë këtij sezoni është që të evitojnë ditët dhe orët më të nxehta, të cilat janë kryesisht nga ora 12 e drekës deri në orën 4 të mbasdites. Plazhi të kryhet kryesisht gjatë paradites nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11:30 dhe gjithashtu edhe gjatë mbasdites mund të kryhet gjithashtu nga ora 5 deri në orën 7 të mbasdites. Gjithashtu duhet të rritet konsumi i lëngjeve, duhet të ushqehen shëndetshëm dhe të evitojnë edhe gjithashtu edhe lëvizjet e gjata në temperaturat e larta apo punët e lodhshme. Në qendrën shëndetësore verore shërbimi ofrohet 24 orë në ditë. Me rritjen e fluksit të pushuesve pritet të shtohet dhe numri i vizitave ditore, një tendencë e vërejtur edhe në vitet e kaluara.